Ylli i serialeve turke Burak Ozçivit vjen në Shqipëri, ja vendi bregdetar ku ka zgjedhur të pushojë. Aktori i njohur turk Burak Ozçivit, i dashur për publikun nga serialet e famshme ku ka luajtur, ka zgjedhur Shqipërinë si destinacionin për disa ditë pushim. Ylli i ekranit po kalon disa momente relaksi në qytetin e Vlorës, një ndër destinacionet më të preferuara të Rivierës shqiptare. Burak është fotografuar teksa ndodhej në një restorant, një nga më të njohurat e qytetit bregdetar. Me veshje sportive dhe gjithmonë i buzëqeshur, aktori ka pozuar i lumtur krahas stafit dhe fansave që e kanë njohur menjëherë. Prania e aktorit në Shqipëri shihet si një tjetër shenjë e suksesit të turizmit vendas që po tërheq gjithmonë dhe më tepër emra të njohur të botës së artit dhe spektaklit ndërkombëtar.